E po tash kjo periudhë e tranzicionit, sidomos këto vitet e fundit e kanë çandisur sikur shumë. Sepse edhe vetë politikanët ja prishin shtëpinë. Sa fshat reali kjo rruga kryesore? Sa fshat reali? Kjo rrugë këtu, kjo që nga që zbrisi ju atje ma ta na duket e këtu lidh gati 12-13 fshatra. Bile, kjo është një rrugë që i shërben shumë vende, këtu ka vend të mirë, shumë vende të mira, kulti, ka vende kulti këtu ja, të ke shtu mbrapa andej, dy janë lartë, edhe historikisht, do më thënë, këto kanë qenë vende që preferoshin shumë, do më thënë, vinin njërës që ditë e festimit që bësh, edhe sot, beta i sistemi i prishi i nga dalsoj, tash me krimin e demokracisë. A është problem për banorët kjo rrugë? Probleme shumë. Jo për banorët, po kjo rrugë këtu është problem për gjithë ata njerëz që vinë të vendi mirë, se këtu s'vinë këtu në zona jonë. Këtu vinë na Vlora, vinë na Fjeri, vinë na Tirana, sa na Kruja vinë. Këtu vinë kjo për gjithë besimtarë këtu më shtilën se janë 4 vende kulti këtu. Edhe kështu që po turistë të huaj, ka që shkojnë në Vjos? Turistë të huaj. Turistë të huaj që shkojnë? Edhe shkojnë, tash që është bërë kjo, lumi Vjosës është pas, është bërë park kombëtar. Unë vjetë dola këtej mbrapa, pas 4-5 turistë të huaj që ishë shtritur atje. Edhe kishin edhe çadra në vete, kështu.